Praktika kërkon që ato çdo institucion të ketë të drejtën e mirëmbajtjes, të përmirësimit të tyre. Por duhet që para të vinin që ajo të bëjë një sukses i madh, siç e thoshte Edi Rama, dhe parat të përfundonin në suvel. Pra, situata është dramatike. Partia Demokratike ka një program, ka një përgjigje për të gjitha këto probleme. Programi i saj është programi më i shkëlqyer, i studiuar nga institucione më serioze në Europë dhe në botë. Por ky program kërkon angazhimin e shqiptarëve për të larguar këtë të keqe të madhe, për të larguar Edi Ramën. Ndaj dhe ne, pas përfundimit të proceseve në parti, vazhdojmë serin e kryegëritjeve tona paqësore, gjerë largimin e narkoshtetit Edi Ramës nga qeveria. Faleminderit. Paralajmëruat për vijimin e protestave, si do të jetë aksioni opozitar dhe a do të jetë kjo verë e nxehtë për opozitën apo do të marrë pushimet? Faleminderit. Opozita nuk ka pushime. Opozita ka kryengritje paqësore, betejë të pandërprerë me mafjen më të rrezikshme të Europës dhe njërin prej më të rrezikshme në botë. Ndaj dhe ne, që i kemi shpall luftë mafjes në emër të shtetit ligjor, rendit kushtetues, transparencës, të drejtave të qytetarëve, nuk mund të kemi asnjë pushim. Betej dhe vetëm betej. Zoti Berisha, në datën 23, demokratët do të thirren për të votuar sërish juve për një mandat tjetër 4 vjeçar në krye të Partisë Demokratike. A do të bëni fushat apo jeni i qetë duke qenë se s'keni kandidat përballë për këtë zgjedhje që janë 23? Unë të bëj fushat? Fushat, po. Siç keni bërë, siç është zakoni që kandidatët drejtohen te antarësia për të marrë votat. Në datën 23, antarët e Partisë Demokratike janë të ftuar në një proces, një antar, një vot, të shprehin votbesimin e tyre për Sali Berishën. Dhe me këtë mbyllet në votimin më transparent procesi i zgjedhjes së kryetarit të Partisë Demokratike. Ky proces, duhet sqaroj, ky proces i cili